Unë bëj thirrje që gjykata e Hagës të mos bëj vendim politik, po të bëj vendim të drejtësisë. E nëse bën vendim të drejtësisë, ne të gjithë e dim çka është drejtësi. Se ne jemi dëshmitar këtu si popull, që lufta e UÇK-s ka qenë luftë e drejtë. Të kishte qenë luftë kriminale, kur nuk do ta kishte marrë mbështetjen e Bashkisë Ndërkombëtare. Këtë mbajeni në mend. Nuk ka mundësi një luftë kriminale mu mbështet prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, prej Britanisë të Madhe, prej Gjermanisë e prej Francës. Generalët më të njohur të NATO-s kanë qenë afër me figurat e ushtrisë qendrore të Kosovës. Oficerët e NATO-s kanë bashkëpunu në trajnimin e oficerëve të UÇK-s që lufta të jetë e suksesshme. Pse e kanë bërë këtë? Sepse ushtria jonë i ka kontribuar ndaljes gjenocidit Miloševićit. Kjo është kuptimi i luftës së UÇK-s. E të gjithë të akuzuarit në Hagë i kanë kontribu këtij qëllimi. E kjo drejtësia, nëse vendoset me drejtësi, vendoset kështu. E ne nuk dëshirojmë si popull, bile do të ishim shumë të revoltuar, nëse vendimin nuk është me drejtësi, po është vendim politik.